Tenderi 27 milion euro efektiv të policisë së shtetit me uniforma dhe këpucë të reja. Blerja uniformave dhe këpucëve për policinë e shtetit pritet kushtojë të paktën 27 milion euro. Operatori blerjeve të përqendruar njoftoi këtë të hënë çeljen e procedurës respektive, ku fondi limit është në total 2,7 miliard lek, nga ku peshën më të madhe prej 1,9 miliard e zënën uniformat, kurse pjesën tjetër këpucët, nga uniformat e këpucët tek pulovrat dhe grykvë dhe këmishat ngjyrë boqelli bashkë me pelerinat e shiut apo ripat e pantallonave. Policia e shtetit kërkon të blej veshjet për punonjësit e saj. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur tenderin me vlerë 2,7 miliard lek apo 27 milion euro për blerjen e tyre. Prodhimi duhet të organizohet në mënyrë të tillë që furnizimi me uniforma e punonjësve të policisë të bëhet sipas sezonave të verës apo dimrit, në mënyrë që të mbulohen nevojat në kohë. Lëvrimi i artikujve të uniformave vendore duhet të kryhet jo më vonë nga data 1 maj të çdo viti dhe lëvrimi i uniformave dimërore duhet të kryhet jo më vonë se data 1 tetor i çdo viti. Lidhur me garancitë, autoriteti kontraktor nënvizon se lëvrimi i mallit duhet shoqërohet me deklaratë përkatëse. Meqense kemi të bëjmë me artikuj për uniforma dhe këpucë për punonjësit e policisë së shtetit, cilësia e zgjedhjes së operatorëve ekonomik fitues duhet jetë maksimale, bazuar në kapacitetet ligjore, teknike, profesionale dhe financiare të tyre, pasi vetëm operatorët ekonomik që plotësojnë kriteret e kualifikimit si më sipër mund të marrin pjesë, duke siguruar që ofertat jenë nga kompani të kualifikuara serioze, të besueshme dhe me përvojën e duhur, me qëllim realizimin me sukses të marrëveshjes skuadër që do të lidhet.